Të nderuar, kemi ardhur në fshatin Kovrog, komuna Istog. Basisali, përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Mirë. Si po kalon? Si pleshti. Si plesh. Shëndeti mirë? Vallaj dhe dykon. Jo, mirë, sa lëviz, sa del, mirë është. Mirë. Na trego, ç'është është puna këtu në Kovrog? Ç'është jeta, ç'u zhvillohet përgjithësi? Mirë. Mirë është. Që të fshat që tu shumë më mirë, nuk ka diçka mu hongër me dikona. Është fshati i qetë, fshati i sigurt. Ma i qetë se ky nuk ka. Nuk ka. Jo. E ujë të pije, sa keni ujë? Ujë kemi, s'kemi. Ç'është kemi, s'kemi? Ka herë na nalin krejt. Ka herë na Kur vjen. për shembull? Kur dojnë vetë ata. Kur dojmë vetë? Po. Rrymë mirë. Po, rryma po. Rryma njerë, që Rrugë, shokon mirë. Rrugë ç'është janë? Mirë. Po më thonë rrugë keni ka doni. Po, ka të dojnë, ka të dush kimu lidhë. Kimu lidhë. Po. Vesh problemi me ujë. Me ujë. Mbeturinat i marrin. Problemi me ujë edhe një kanalizimit. Nuk ka hala kanalizim. Ja, Allah që aty na kanë bytë. Ç'është pja bëni me grupa septike? Me septike. Po. Vështirë, du të mi pastru ato. Du të mi pastru, me pas me shka mi pastru, duhet anatë. Dëshiroj shumë shëndet. Faleminderit shumë për kohën. Me që të rroga. Pse? Shtrajt senet. Shumë, a? Me 120 euro, shka të mërë nuk të. As borna. Sët i ko morë 15 euro, i ko morë një kuti borna. Atërë, ku të më shku në ma? 120 i me në penzion. Po, struja. Penzionin e moshës. Struja, ujte, përlogë, si Gjermëni. Mazi. Atë të përshëndes, pra. Faleminderit se kalon si jo mas mirë. Pra me Basin Sali këtu, Salia nga fshati Kovrog, ju përshëndesim e ne vazhdojmë duke takuar qytetarë tjerë edhe duke biseduar thjesht për gjendjen, për jetën përgjithësi. E kalon si jo mas mirë ti. Faleminderit. Kom qef me një mirë. Prej Vjenën në Prishtinë, herë në bus, herë në limuzin, s'ma ka një për destinacion, kur jam nis, kur si kom rapishman. Prej Vjenën në Prishtinë, herë në bus, herë në limuzin, s'ma ka një për destinacion, kur jam nis, kur si kom rapishman. Ka daldole me këtë video i përshëndes të gjithë bashkëdhëtarët që jetojnë në Austri. A u lodh a jeni aqyshimja, a jeni mira? Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Quhem Ali Lisufaj, jam nga ky fshat. Për momentin punoj në Austri. Ç'është po kalon këtu? Si në vendlindje. U kënaqse? Shumë mirë. Atë mungon kur shkojsh në Austri ky vend? Mungon se thojnë një fjallë edhe dheu i këtuhit, edhe pluhën i këtuhit, mdoket maj mirë se gjdo gjë atje. Po rrethonat e jetë se kanë bërë se mos e dru hala atje. Qashtu është. Ju vini do të thotë sa herë në vit prafërsisht, po flas për këtë 10 vjeçarin e fundit. Për këtë 10 vjeçarin e fundit vi 3 herë, 4 herë në vit. Zakonisht do të thonë me makina, po? Me makinë, kryesisht me makinë, se vi shumicën e kohës vi me familje këtu, me ne 2 antarë ose ma shumë, për ata arsye dhe udhtojmë me makinë. Do thotë ja ardh, më pushu jo, po më punu, jetu e boni o bërë të bukur këtu. Çka do më bë këtu? Tregona pak. Nëse se bëj unë ky jetë çështu edhe më pret. Çka do më bë? Cili është projekti i këtij oborri? Projekti i oborrit është një pjesë këtu të oborrit, do të mbjellet bari, që do të positet çdo 3-4 ditë në javë, edhe pjesa tjetër pemë të ndryshme. Na trego pak gjatë verës, ose gjatë korave kur ju udhëtoni dhe jeni këtu, çka të pengon, çka kishte ndryshuar në Kovrog? Çka nuk funksionon këtu? Në Kovrog si fshat është fshat shumë i bukur, rrugët janë të mira, çdo gjë, komuna ka dhënë ndihmë sa i përket rrugëve, çdo rrugë që është kërku është punu dhe është asfaltu. Mirë, po këtu pengesën kryesore kemi gjatë verës ujitjen e tokës edhe ujit e pijes. Nuk ka? Nuk ka, para lufte ka po çdo herë ujt ujitjes. Çdo herë që është dasht, toka është ujit,
toka jonë pa ujë Nuk nuk punon kur gjë. Shembull këtu borrin tem unë me bonar duhet me ujit. Po për kanalizim. Kanalizimi këtu ka lënë një pru mas shtëpisë teme 50 metra. Përpara kon shumë ujë pastër, tash i krejt fshati duke fillu 4-5 kilometra ma lart. Për mi 100 shtëpi, tana kanalizimet e shtëpia i kanë ndaljet në këtë Edhe kundërmon verës. Edhe verës tani ka era shumë të rona të pa durueshme, domethënë ky ujë as nuk është për ujitje, edhe kush e ka shtëpinë helm është e vërtetë që është helm. Tjetra kemi na si lagje këtu i Sufa, e kemi pengesë, kemi rrymen. Më thonë rryma nuk është infrastruktura e rrymës mungon apo? Infrastrukturës na e kemi rrymen, kemi shumë i vjetër është, vjen nëpërmes shtëpiave, sistemi që afër rrugës është dikun 400 metra është trafoja. Tensioni i lartë, e kemi kërku më na qit, na e kemi rrymen monofaz. Unë që 10 vite i kom nxemje, tana me ujë nxehtë me krejt, kur gjë nuk funksionon, si ato janë tana me rrymë 3 fazë duhet. 3 fazë, do ju e keni mono. Edhe na e kemi për momentin mono, kemi kërku që 7-8 vite, çdo vit disa herë kemi kërku një stag, jemi konë edhe në pej. Cila ka qenë përgjigja? Përgjigja nuk jeni hala në rend, ka herë thojnë këtë vit nuk ka investime, na shohim që po investojnë, dika tashti na kanë thonë para një vitit që deri në 2026 nuk ka investime, këtë që nuk bën investime, ne krejt na vynë 6-7 bandera mi pru rrugë se më na pru rrymen 3 fazë. A pra në tregon pak në shtëpi qa ke po, sepse vërtet e pas ke bo një shtëpi të bukur. Qatë pishin altë, po kom qef me po, a ban? Ban. A ka uj? Jo, uj nuk ka, nëse aj hin përdorim, atëherë, kur do të hin përdorim, aty më duhet me pej bunarit me mbush, verës ku të vim, gjdo herë më duhet me hidrofor, me aktivizu hidroforin, edhe me shti, më pas uj në shpi. Më pas ujnë shpi për pastrime për këto. Shpesh tani kem problem me rryme këto, atëherë s'ka ujë as mu pi, as mu pastru. Qëre jo ketë si, kur nuk me pagujmë një muj 2, donat ndërë pi marri, të rak më në enal, më arë me regullu këtu. Me o bo kushtet, sepse nëse ne nuk kryojmë kushtet, bashkëdhetarë dikur lodhen, më thonë, hajtë më nësë përshkaj këtë vit. Du të mja u kryu kushtet dhe i maksimum. Shkojmë të shojmë pishinën. Prej Vjenën në Prishtinë, herë në bus, herë në limuzin, s'ma ka një për destinacion, kur jom nis, kur si kom ra pishman. Prej Vjenën në Prishtinë, herë në bus, herë në limuzin, s'ma ka një për destinacion, kur jom nis, kur si kom ra pishman. E kemi edhe një bashkëdhetar. Edhe këtë e kemi nga Austria. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Nezmedin i Sufaj, fshati Kovrah. Nezmedin, ju jeni një kohë gjatë në Austri. Çfarë të mungon kur të vesh këtu në fshatin tënd të lindjes, në vend lindje? Në vend lindje mungon mas shumë të ujt. Vesh nuk kemi, nuk kam lidhje me ta heq, e kom qej bunar, kom investu edhe është në pyetje ka ujë bunari mjaft? Po. Ka ujë. Po e kem qelë privat. Privat. Rryma është katastrofë, jo e fort, po është katastrofë. Është, zdi që më thonë. Sistemi vjetër Shumë. Para 50 vjetëve, 60-ve. Qashtu, ma mirë i kem bashkë për para si sa tash. Në sistemi. Çka duhet me investu për me rregullu rrymen? S'ka investim të madh. Po. Investimi i vogël nuk to jemi vetëm një lagje e shkëput në Sufa, i tjerë të kanë krejtë në rregull. Në përgjithësi se di për shkak çfarë arsye kim bë ankesën pe, kim bë një stag, ja sot, ja tjetër në vit, ja qit vet. Po për kanalizime, ujrat e zeza si trajtohen? Se dim projekt është,
tash nuk e di kur që është tek se, kemi edhe lumin mbrapa këto afër e kemi, po është katastrofë, era më shkuatje s'mund shumë është. Shumë, mundet fare infekcione a diçka për para pija joj, e mbaj men kur kon i vogël, Tash më është shka, e pa mund. Plus kundërman. Po, shumë. Të jetën kem punu, të jetën e kem bo për qëto, gjatë lufte, para lufte, bas lufte, për qëtë vend, për qëtë adhe. Në penzion e kinë në men këtu komplet? Çdo dakik, çdo minut. Edhe jo vetëm fshat, të jetën e ka shku në për qytet. Ku të vi këtu e kam një faknacije, jem familjar, kalojmë shumë mirë me vllazën, me kujshi, me gjithë fshat. Si fshat është fshat shumë i bukur, po është shumë punëtor, punojnë shumë, për për me, ka molla e punojnë me frute, me bostane me këto, është i njohur si fshat. Por si tokë nuk qenë ka tashmë sistemi nuk funksionon i ujitjes. Unë e maj mend që shumë konë që fmi për para kim pas gjitha këto toka ju në vadit, tash është e vdekshme. Tash kushton dashta jo me miliona, po kushton për me bon funksionar si për para. Përshëndesim pra nga Kovraga gjithë bashkëdhetarët në Austri, s'ka më mirë se në vendin tuaj. Badjava, shka ka qkajsh. Ta lisa mi presma, nëse o 40 gradë kënina për jashtë, në për taras, në për shpi, unë aty për funi dhe është... Me të vërtet është karakteristike sepse lisa kas gjetër rrallë ku në gjenë. Jo thuj të prishin shpin, jo do më thonë janë në kënina, kom thonë s'ka lidhe, unë këta sa tjetoj nuk mendoj mi prish. Absolut. Të kryojnë i hijet jashtëzakonisht. Edhe ojnë edhe gjithat. Unë e një knaci. Ta e në bungë, ha? Bungë e qarë. Bungë e qarë. Nuk janë si plepat. Jo si plepat, ja. Kemi dhe mbrava nina po katastrofë tash. Jam të investu fasadën të qitë shpis. Po. Investime kam. Dale. Po mërë mirë. Në rëndësi se e ardhë mirë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për juve, përshëndetim gjithë popullin shqiptar. Faleminderit shumë. Presim më bo ma mirë, po se di. Po, ka mu bo ma mirë. Shpresoj. Gjithmonë shpresa na mbarë në gjallë. Respekt. Respekt. E lodha që shje. Se mirë, jo. Ama qa duhet. Si je, a je mirë. Mirë, familjen. Krejt ratë një. Si po jetë spuna. Mirë, Si pe kalon kohën. Si ka të normal. Qa ka të rejmë fshatin Kovragë? Qka ka mirë këtu, të regona, qka mungon këtu e kështu me radhë? Këtu në Kovragë është mirë. Si fshat, është shumë, janë njerëzit që punojnë. Jo punëtorë të mëdhej. Bujqit punëtorë të mëdhej. Zelshëm. Edhe mungesa kemi aty, ka pak munges kemi zakonisht vera, s'kemi ujtë pjes. Ujtë pjes, po. Edhe rrymen shumë që është infrastrukturë dëp të tek lagja. Infrastrukturë dëp, po pesi jenë bo me do investime pak ma nga kanë do pe i fshatnave, Surigon, Uqe, këtu, tash ma e kemi ma stabile. Po për kanalizim? Për kanalizim s'ka një aspekt, në atë aspekt ku gjëhes, për të ka dhe. Jo. Jo për vës. Si i trajtoni ujrat të zeza? Qka bëni? Gropa septike? Gropa septike edhe zakonisht është ky lumi që të toni kanë deret në lumë, për të ka zënë. Se s'ka normalisht lumin dotet, alternativ tjetër s'ka. Alternativ tjetër s'ka, për të ka dhe desa të bëndë se është pak këtu i fshati jonë, dë shpia jenë ma nalë, dhe më thonë, problem është edhe për kanalizim. Gjithandej shohim që punojnë, dhe thëtë, shie qfar leve të keve ka bo, dhe thëtë, për mashallah. Si e ujitin këto, si e ku përmes bunareve? Po, përmes bunareve. Se për para lufte, si semi serbë, kërështar para lufte, i ka mbyllë ato, se për para kemi pas me ujitje, dhe më tonë pe i sogut. Me ramet lirë, me gypa, ku që ka rogë për shamull nivelli i ares, o dasht me gypa, me hidrantët që ka po di. Mirë po, toka ka qenë ujit gjithandej. Krejt fshati Kovragë ka një ujit. Pas luftë e këndej? S'ka kur gjecë.
Dhe më thonë asë ka tash s'po kem ujë me pi ose me ujit. Mirë, faleminderit për kohën, për këto fjalë. Përshëndet. Me nërë qafsh, faleminderit edhe për juve që ketë pak na vizitut. Po shohin Kovrakën, sot kemi nda kohën për Kovrakën. Ani faleminderit, Vërtet, vërtet punëtor të bëj. Po mundohem, sa dhe pak. Ju lumë. Sa dhe pak. Faleminderit, respekt. Përshëndetje, hajtë, kaloni mirë të. Gjithat mirat. Prej Vjenën në Prishtinë, herë në bus, herë në limuzinë, s'ma ka ni për destinacion, kur jom nis, kur si kom rapishman. Prej Vjenën në Prishtinë, herë në bus, herë në limuzinë, s'ma ka ni për destinacion, kur jom nis, kur si kom rapishman.